Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit gjithë. Atëherë, mediat nderune, ashtu siç tha dhe Leonardi, sot drejtësia foli. Sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor. U shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një quasi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kohë gjatë prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë. Sido që tjetë, ka qenë një proces i ngarkuar, kuptojmë edhe gjykatën për këtë vendim, duhet jemi të matur dhe të respektojmë vendimet e gjykatës, t'i pranojmë si të tilla dhe të ushtrojmë mjetet juridike që kemi në dispozicion. Ju falenderojmë gjithë mediave, popullit gjithë shqip folës anë mban dhe përtej vendeve shqip folëse, pasi që mbështetja nuk ka mungu deri tash asnjëherë. Ky proces, siç thash, ka qenë shumë i ngarkuar, por që edhe familjes ju ka lehtësu me bashkëndjerin e dhimbjes dhe me prezencën tuaj këtu. Ju faleminderit gjithëve. Siç nuk e kemi parë më herët i pam hetuesit policor të këtij rasti që ishin në shkallje të gjykimi, cila ishte arsyeja ndoshta që ishin ata prezent këtu janë ftuar nga gjykata dhe si e vlerësoni prezencën e tyre pikërisht në shkallë. Faleminderit Dori, ndoshta kjo pyetje edhe pa e bërë ju këtë pyetje është dashur që të tregojmë se ndihemi bërxhli ndaj atyre hetuesve, për shkak se punën kryesore dhe barrën e kryesore të hetimit e kanë bartur ata hetues. Është normale që prokuroria të thras gjithë ekipën hetuese në një shpallje të vendimit, siç e pat edhe në anën e prokurorisë, ishin prezent bashkëpunëtori profesional, zyrtarja ligjore e prokurorisë, përkthyesi nga gjuha serbe dhe zyrtar tjerë nga prokuroria. Hetuesit në këtë rast janë pjesë e stafit të prokurorisë dhe konsiderohen si të tillë. Të njëjtit kanë dashur që të shohin edhe frytet e punës së tyre të palodhshme, të cilat në orët e para pas vrasjes, mos themi në orët e para, në momentet e para, janë përgjigjur me gatishmëri maksimale, ku kanë qenë aq të aftë dhe aq reflektues ndaj rastit sa një rast i cili është lajmëruar dhe i mbuluar me këllëfin e grabitjes e kanë kthyer më njëherë dhe kanë vërtetuar që nuk ka qenë grabitje, por ka qenë vrasje e rëndë. Avokat, ju gjatë seancave gjyqësore keni tentuar disa herë me paraqitë disa prova pikërisht për kushtrim kokallë, në cili sot nuk mori dënimin e përjetshëm siç e keni kërkuar. Nëse ishin pranuar administrimi atyre provave pikërisht, a do të ndronte ky vendim dhe nëse do t'i bashkoni ato në ankesën e apelit? Siç thash më herët, duhet jemi respektues ndaj vendimit të gjykatës, gjitha pretendimet tona ashtu siç i kemi paraqitur deri tash edhe në shqyrtime gjyqësore, do t'i paraqesim me para shtresat veçanta dhe konsideroj që ky dënim duhet të ndryshohet, por që i takon gjykatës të vendosë, sepse jemi para një gjyqi të provave dhe si të tillë presim që të ndodhë në gjykatën e apelit. Ju faleminderit shumë.